Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edhe sot do vjojmë me shpjegimin e tri parimeve të Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ajzalallahu lahu al-ajra wa thawab, dhe jemi në përmendjen e profetit sallallahu alaihi wasallam, njohjen e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ndaluam tek fjalia e fundit ku profeti sallallahu alaihi wasallam më pas emigroi dhe bëri hijret për në Medinë. Më pas autori thot hijreti është transferimi nga një vendi i shirkut tek një vend islam, dhe hijreti është një obligim për këtë umet të shpërngulesh nga vendi i shirkut i dhujtarisë në një vend islam. Dhe ky hijret ka për të vijuar dhe ka për të qëndruar derisa të çohet kiameti. Argument për këtë thotë është fjala e Allahut të lartësuar: innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Si dhe fjala Allahut të lartësuar: Ja ibadiya alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Në këto dy ajete Allahu i lartësuar thot, kuptimi i ajeteve është nga që Kurani nuk mund të përkthehet dhe nuk lejohet të përkthehet duke u shqipëruar, por ajo që është mes nesh në Kuranin në gjuhë shqip është kuptimi i Kuranit dhe jo përkthimi i tij. Allahu i lartësuar thot, ata që u marrin me lajket, u marrin shpirtrat dhe që i kanë bërë padrejtësi veteve të tyre, padrejtësia ishte që nuk e lanë vendin e kufrit për tek vendi i islamit, dhe ishte një mëkat për mëkateve të mëdha, dhe bërë një haram. Dhe thonë, ne ishin të pafuqishëm në tokë. Allah thot, u thonë me lajket atyre, a nuk ishte toka e Allahut e gjerë që të shkonin të emigronit, dhe jo të qëndronit në vendin e kufrit dhe shirkut. Këta vendbanimi tyre ka për të qenë xhehenemi, dhe sa vendbanimi keq që është ai me përjashtim të atyre njerëzve që ishin të pafuqishëm, prej burrave dhe grave, që nuk kishin mundësi të emigronin, nuk kishin mjet udhëtimi, ose në ditët e sotme nuk kanë ato vizat dhe leqëndrimet përkatëse, dhe që nuk kanë mundësi emigrimi. Këta Allahu do t'i falë. Dhe Allahu është falës që falë shumë. Dhe fjala Allahu të lartësuar ku thot këtyre: o robrit e mi të cilët besuat, me të vërtet toka ime është e gjerë, pra vetëm mua më adhuroni. Imam al-Baghawi thot, shkaku i zbritjes së këtij ajeti është tek muslimanët të cilët ishin në Mekë dhe nuk u shpërngulën, nuk bërën hijret. Dhe Allah madhruar i thiri me emrin e imanit: o robrit e mi që besuat. Dhe argumenti për hijretin nga suneti është fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam: nuk ka për të ndërprer hijreti derisa të ndërpritet teubja, pendimi, dhe nuk ndërpritet pendimi derisa të lindi dielli nga perëndimi. Hijreti është shpërngulja nga vendi i shirkut tek një vend islam. Dhe në kuptimin gjuhësor, hijre do të thotë, Juli, është të lësh, të braktisësh. Ndërsa në kuptimin shariatik, në kuptimin fetar, hijreti është të lësh atë që nuk e do Allahu dhe që nuk e pëlqen, tek ajo që e do dhe e pëlqen. Dhe në këtë kuptim fetar hyn edhe braktisja e shirkut, braktisja e mëkateve. Ndërsa në kuptimin fetar, hijreti është shpërngulja
nga një vend i shirkut tek një vend islam, nga një vend i kufrit tek një vend islam. Dhe shkaku i hijretit, dhe shkaku që e bën të ligjshëm hijretin, është kur muslimani nuk ka mundësi ta shfaqë fenë e tij. Rri në frikë, në panik, mos më shohin që falem. Dhe kur nuk ka mundësi ta shprehi shahadetin, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, nuk ka mundësi ta publikoj këtë gjë, nuk ka mundësi ta shfaqë. Atëherë e ka detyrë dhe obligim të braktisë atë vend të kufrit që nuk e lejojnë të shfaqë islamin dhe që të jetë krenar me islamin e tij, për të gjetur një vend islam në të cilin jeton, nga që toka e Allahut është e gjerë dhe jo të fshehi fenë e tij, ta mbajë fshehur azi fenë e tij. Vendi i shirkut, cili është ai vend ku dominohet nga idhujtaria dhe nga kufri, nga mohimi. Ky quhet vend i kufrit. Dhe nëse ka diçka të tillë, atëherë muslimani, nëse është në një vend që dominohet nga kufri dhe idhujtaria, e ka obligim, detyrë që ta braktisë atë vend dhe të shkojë në një vend islam, siç ka thënë edhe dietari i nderuar Muhammed ibn Ibrahim, Allahu mëshiroft, kur u pyet se cili është vendi i kufrit, tha vendi i kufrit është ai vend në të cilin kufri është i dukshëm dhe është i shfaqur dhe që dominohet nga kufri dhe idhujtaria. Hijreti është dy lloje. Është hijreti i përgjithshëm, që është lënia e vendit të kufrit tek një vend islam, dhe ky hijret i përgjithshëm ka për të vijuar deri ditën e Kiametit, derisa të lindi dielli nga perëndimi. Dhe në çdo vend që ka kufër dhe shirk, muslimani e ka detyrë që ta braktisë atë vend dhe të shkojë në një vend islam. Ndërsa lloji i dytë i hijretit është hijreti i veçantë, specifik, që ishte hijreti nga Meka në Medinë. Në kohën që Meka dominohej nga idhujtarët, mirëpo me çlirimin e Mekës nuk ka më hijret nga Meka për në Medinë. Nga që profeti sallallahu alaihi wasallam thotë la hijrata ba'da al-fathi, nuk ka hijret pas çlirimit të Mekës. Hijret nga Meka nuk ka më, të ikësh, të lësh Mekën dhe të ikësh. Ulakin jihadun wa niyya, po ka vetëm jihad dhe qëllim, nijet. Ndërsa hijreti i parë, i llojit hijret që tham, i përgjithshëm, ka për të vijuar derisa të lind dielli nga perëndimi. Cili është gjykimi i hijretit, i shpërnguljes? Gjykimi i hijretit është dy lloje. Ka hijret që është vajib, që është detyrë, ka dhe hijret që është i pëlqyeshëm. Hijreti që është detyrë është kur muslimani është në një pozicion që nuk mund ta shfaqë islamin e tij dhe jeton në një vend ku islamin e mban të fshehtë dhe nuk mund ta shfaqë tauhidin, veçimin e Allahut në adhurim, dhe nuk mund të shfaqë simbolet e fesë si namazi, si pasimi i sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allah madhruar thot në këtë ajet që përmendi dhe imami, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna musaddafina fil ard. Atyre që me lajket u marrin shpirtin dhe që i bërën pa drejtësi veteve të tyre, u thonë atyre ku ishit, pse nuk bërët hijret. Ata do të thonë që ishin të pafuqishëm, nuk mundëm që ta shfaqnim islamin. Atëherë këta u thonë, qalu alam takun ardullahi wasi'a, me lajket do të thonë, a nuk ishte toka e Allahut e gjerë? Dhe kjo fjalë e Allahut mëndruar argumenton që hijreti është wajib, është detyrë, sepse erdhi kërcënimi me xhehenem, me zjarr. Ulaike ma'wahumun nar. Ata vendbanimi i tyre është zjarri, u kërcënuan me zjarr, çka argumenton që është haram, e ndaluar që të rinin në atë vend të kufrit
dhe se hijreti në këtë rast është detyrë dhe obligim. Lloji i dytë i hijretit është hijreti që është i pëlqyeshëm, që është një vend, emigrimi nga një vend i shirkut në një vend islam. Nëse muslimani është në një vend kufri që nuk mund ta shfaqë fen e tij dhe që nuk mund ta krenohet me fen e tij, atëherë e ka detyrë ikjen prej aty. Po kur është në një vend që ka islam, po ka shpikje në fe, ka risi, ka gjunahe, ka kundërshtime, atëherë ai ka të pëlqyeshëm në këtë rast që të shkojë në një vend tjetër, ta lë atë vend, dhe në këtë rast është i pëlqyeshëm dhe nuk është detyrë, siç vepruan disa nga dietarët e Islamit që ikën lanë Bagdadin, ku në Bagdad u ngre lart zëri i Mu'tezilive, një grupi prej grupeve të humbura dhe që u dominua nga Mu'tezilët, Bagdadi. Atëherë ata, disa prej dietarëve të Islamit, e lanë Bagdadin dhe shkuan, emigruan në vendet të tjera. Më pas imami thot, hijreti është një obligim për këtë umet, emigrimi dhe shpërngulja nga vendi i shirkut tek një vend islam. Dhe kjo ka për të vijuar dhe ka për të qëndruar ky obligim derisa të çohet Kiameti. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thot, nuk ndërpritet hijreti derisa të ndërpritet teubja, pendimi, dhe nuk ndërpritet teubja, pendimi, derisa të lind dielli nga perëndimi. Dhe më pas përmendi dhe ato dy ajetet kuranore që argumentonin për shpërnguljen dhe obligimin e shpërnguljes. Më pas përmendi edhe një ajet tjetër kuranor, që është fjalë Allahu të lartësuar, ja ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun, o robrit e mi që besuat, me të vërtetë toka ime është e gjerë, pra vetëm mua adhuroni. Në këtë ajet Allahu madhruar u drejtua atyre si besimtar për të treguar se lënia e hijretit nuk është kufër dhe nuk është shirk. Mirë, po ata që lënë hijretin, edhe kur është detyrë, ata janë mëkatar dhe janë gjunahqar dhe nuk janë pabesimtar. Si Allahu madhruar ju drejtua atyre me termin besimtar. Ja ibadi alladhina amanu, o robrit e mi që besuat. Pra ajo është një kundërshtim lënia e hijretit. Më pas përmendi fjalën e Imam al-Baghawi që thotë që ky ajet zbriti për ata që nuk emigruan nga Meka për në Medinë dhe Allah madhruar i thiri ata me emrin e imanit, duke i quajtur ata besimtar. Këto ishin disa nga fjalit që përzgjodhi imami në çështjen e hijretit, dhe më pas do vazhdojmë në ditët në vijim në pjesën tjetër të përshkrimit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Me kaq mjaftojmë për sot. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.